Mbrëmjen e së shtunës, gjatë spektaklit të Big Brother VIP Albania, një moment i veçantë u zhvillua mes Laertit dhe Valbonës. Nelin, dyshja, që deri më tani kishin luajtur si një lojtar i vetëm, u vun përballë një zgjedhjeje të rëndësishme nga vëllai i madh. Nelin, ata u pyetën nëse dëshironin të vazhdonin lojën së bashku apo të ndaheshin, me pasojën që nëse njëri prej tyre do të thoshte po, të dy do të shkonin në një televotim kokë më kokë. Nelin, Valbona vendosi të qëndronte si dyshe, duke argumentuar se dëshironte që të kishte Laertin në shtëpi dhe nuk do të dëshironte kur të ishte në televotim kokë më kokë me ta. Në anën tjetër, Laerti zgjodhi të ndahej, duke theksuar se Valbona është një lojtare e fortë dhe mund ta përballonte garën e vetme. Nelin, ky moment u diskutua edhe në fan club, ku një mik i Valbonës dërgoi një video mesazh duke shprehur pakënaqësinë e tij për vendimin e Laertit. Ai u shpreh: "Laert Vasili nuk ka pasur kurrë dashuri dhe ky term është shumë larg Laertit, por nuk ka pasur kurrë as simpati, as mirënjohje, as respekt, as vlerësim dhe nuk ka pasur fare asnjë lloj kimie me Valbonën, sepse e kundërta do të duhej të kishte ndodhur gjatë mbrëmjes së dieshme." Nelin, Laerti kishte mundësi që të vazhdonte pikërisht atë bashkëpunim, atë dyshe, ku në një moment të dy mund të gjenin formën dhe përshtatjen për t'u ndarë. Kjo ishte një babëzi dhe nuk ishte një diskutim i mirëmenduar mes të dyve, tha ai. Nelin, kështu që Laerti tregoi që nuk është në gjendje ta menaxhojë situatën ashtu sikur se duhet. Vendim i gabuar, hipokrizi dhe nuk është fare e vërteta ashtu siç u shpreh dje. Me këtë vendim, Laerti rrezikon që në primën e radhës të mos jetë më në shtëpinë e Big Brother, përfundoi ai. Nelin, me këtë zhvillim, pritet që televotimi të jetë shumë i fortë dhe të ndikojë në rrjedhën e lojës në shtëpinë